Selam aleikum hoxh, u bëra konfuz një ditë të dëgjoj surën Yasin në shtëpi. A është keq? Aleikum selam rahmetullah. Cëllën do të pjesë të Kuranit që dëgjon, s'ka problem, mirë është. Por ta veçosh me një veprim të caktuar ose për një kohë dhe vend caktuar një sure, duke menduar se ta lexosh në atë vend ose në këtë vend vetëm çat sure, kjo është sevap, atë kjo ka dhënë bidat. Me ndëgju në shtëpi surën Yasin, surën Bakara, surën Ali Imran, qka të qoftë, është e lejuar nëse nuk ke pasaj ndonjë bindje se veç këtë surë duhet me lexu. Përveç, lejohet veç këtë surë me mendu në ato surë që ka argument. Do më thonë surën Bakara, e lexon në shtëpi, sepse ajo sjell Allahu xhel për mesaj i largon magjit, shejtanët, e sjell bereqetin, aty ku ka argument, po për ndryshe, duhet me pas kujdes që mos me kalon bidat.